Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të nisur rrugtimin ton sot të bukur, maratonën mbi komentimin e ngjarjeve më të fundit nga jeta e artistëve shqiptar. Do të nis të komentoj një histori dashurie, që në fakt muaj më parë na rëmbeu të gjithëve dhe filluam që ta jetojmë këtë romancë të bukur. Flas pikërisht për Brikenën edhe për Mateon. Ju e dini qartë që Brikena dhe Mateo, të paktën 3 ditët e fundit, përfshirë këtu dhe ditën e sotme, përfliten jashtëzakonisht shumë për një krisje në marrëdhënien e tyre, për një krisje në dashurinë e tyre, për një histori të përfunduar. Përzjodhen që të dy të vinë në një formë interesante, do me thënë të heqin njëri tjetrin nga platformat digjitale, ta fshin njëri tjetrin nga Instagrami. Të heqësh nga Instagrami është një përzgjedhje shumë, do me thënë, interesante që mund të bësh, sepse Instagrami është e vetmja tashmë platformë që ne na përfaqëson si një, le të themi, si një forcë brenda vetes apo si një identiteti joni, dhe kjo gjë ka ngritur shumë pikpyetje te publiku, duke shtruar pyetjen adresuar edhe tek ne gazetarët që merremi me këtë punë, a janë apo nuk janë bashk Mateo dhe Brikena? Kjo është pyetja në fakt që po shtrohet tek i gjithë publiku shqiptar, por edhe tek ne. Tani, unë do të ndërlidh disa situata për të arritur që të nxjerrim dhe një konkluzion. Ditën e dieshme, Ronaldo, pasi që punon në Top Channel, pati një mundësi që në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype të telefononte Manushin, Ed Manushin, i cili është një kohësisht edhe, le ta themi, regjisor i të dielës, duke pyetur se si qëndron marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos, pasi që u tha që Brikena dhe Mateo do të jenë pjesë e Top Arenës, do të thënë do të kenë një rol jashtëzakonisht të veçantë në Top Arena. Manushi, duke qeshur, tha që unë nuk flas për kolegët, por edhe Ronaldo kishte një lloj buzëqeshje në fytyrë kur e parashtronte pyetjen, që mua më asocoi të mendoj që, do me thënë, e gjitha kjo që po ndodh është një strategji e mirë menduar nga ana e Ed Manushit, nga produksioni i Top Arenës, për të patur vëmendjen Brikena dhe Mateo deri në ditën kur të starton ky spektakël dhe gjatë vazhdimit të tij. Do me thënë, duhet të mbajnë audiencën bërthyer për ekrani dhe mendoj që kjo është strategjia e përzgjedhur për të mbajtur audiencën bërthyer për ekrani dhe janë duke luajtur këtë kartën. Tani, natën e mbrëmshme, Brikena postoi një video duke shëtitur dhe duke u kënaqur me një miken e saj në Prishtinë, në një super makinë luksoze, por kanë haruar nga Instagrami të bëjnë dhe një lëvizje. Mbesa e Mateos ndiqet edhe nga Brikena, edhe nga Mateo. Do me thënë, ai të Instagram e patjetër që nuk e përdor mbesa e Mateos, por e përdor në sigurisht nusja e vllajit, që kjo tregon që, do me thënë, raporti i tyre është akoma funksional dhe të gjithën këtë lëvizjen e bëjnë vetëm për interes në favor të klikimeve që ndoshta është kërkuar apo është edhe biseduar me televizionin Top Channel që të bëjnë skenare të këtilla. Skenare që në fakt i ka treguar dhe Soni Male, për shembull brenda në ferm, që të ikin, apo, do me thënë, atë kohë është përdor ndryshe, se në atë kohë ka qenë audienca shumë e madhe, për të ikur gazetarëve kanë thënë që jemi ndarë, po këto për të qëndruar në sken thonë që janë ndarë. Unë mendoj që Mateo dhe Brikena nuk duheshte të bëjnë lëvizje të këtilla, sepse
mënyra e veprimeve të tilla mua më japin të tyre, domethënë mua më japin këto mendime, nga që i kanë lëvizjet shumë të shpejta, domethënë nuk përshtatet koha. Deri dje ishte në foto me mbretreshën Brikenat, domethënë nënën e Mateos, sot thot jam e ndar, sot lidhja ka përfunduar. Domethënë më duket diçka shumë e pakuptimt. Vendimi për të përfunduar një lidhje nuk mundet, domethënë, një dashuri e cila ishte një histori për allash të përfundon brenda një dite. Unë jam i bindur që çiftet kur e duan vërtet kaq shumë njëri tjetrin, kur marrin këtë respektin kaq të madh familjar, që Mateo shkoi dhe ka fjetur tek shtëpia e tezës Brikenës, ka ndenjur, gjithashtu dhe Brikena tek shtëpia e Mateos, nuk mund të ndahen brenda një sekonde dhe të mbyllin gjithçka brenda një sekonde për të shkatëruar, domethënë, një histori që tashmë edhe është familiarizuar. Unë mendoj që nuk është aq e thjeshtë, pa marrë parasysh sa figura publike mund të jenë, pa marrë parasysh çfarë fati mund të kenë, nuk është aq e thjeshtë për të marrë në fakt këto lloj vendimesh. Dhe për këtë gjë, unë dyshoj, jashtëzakonisht shumë dyshoj që domethënë Brikena dhe Mateo janë të ndarë, bëjnë të gjithën këtë gjë për interesin e tyre, domethënë për interesin e klikimeve. Dhe kjo është e shëmtuar, sepse Brikena dhe Mateo kanë klikimet. Po të ishte ndarë Brikena, për shembull, nuk ishte pse ta ndjekën mbesën e Mateos apo kunatën në fakt në këtë rast të Mateos, sepse ajo përdorte Instagram, besa shumë e vogël për të bërë postime, për të bërë reelsa dhe gjithçka tjetër. Dhe për këtë gjë unë kam një dyshim të jashtëzakonshëm në raport me Brikenën dhe Mateon, mënyrën se si ato e kanë përzgjedhur që ta sjellin marrëdhënien e tyre dhe ta komentojnë këtë gjë. Domethënë, çifti unë jam i bindur që vazhdon të ketë komunikimin dhe vazhdon të jetë mirë, por unë mendoj që këto lloj veprimesh do ta irritojnë publikun e tyre dhe nuk do ta kenë më suportin siç e kanë patur, sepse mendoj që gjëja më e urryer është të lozësh me publikun. Nuk ja vlen të lozësh me publikun, duke qenë sa më mirë, përse sepse ti mund ta ketë kërkuar për shembull Top Arena një mundësi të këtillë, sepse jetojmë në kohë të ngjarjeve të çuditshme dhe duke patur ngjarje të çuditshme ne mund të marrim atë klikimin që ne duam të marrim. Domethënë është e gjitha kjo një situatë jashtëzakonisht e shëmtuar që po ndodhen në marrëdhënien e tyre. Unë nuk besoj në këtë ndarje, sinqerisht po them që nuk besoj. Domethënë thjesht më duket strategji e mirë menduar nga ana e të dy palëve për të qenë pjesë e portaleve. Edhe pse Mateo dhe Brikena realisht pjesë e portaleve ishin me çdo lëvizjen të tyre, domethënë me çdo dalje të tyre në Instagram, me çdo lëvizje që ato bënin, ishin pjesë e portaleve shqiptare. Dua të marr mendimin tuaj.